Fillimisht do thotë e kisha përmendur vetëm edhe një çështje tjetër që po është e vërtetë për shembull që ka gjyqtarë që ndoshta vazhdimisht i referohen jurisprudencës Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, mirë po kur është marrë mostra, do thotë e hulumtimit, është marrë një mostrë e përzier që me pas mundësi me reflektu tërsinë dhe fakti do thotë që përqindjet janë parafërsisht të njëjta me një ngritje të lehtë pej para 5 viteve, dëshmon një farë stabilitetit të vërtetësisë të mostrës. Dhe kjo ka qenë edhe arsye pse kemi përzi sipas niveleve, sipas natyrës së rasteve e tjerë. Kur flasim përkitazim me sfidat praktike, fillimisht do thotë si projekt që kemi realizu, jemi mundu me kontribu edhe në këtë fushë, për shkak se kemi publiku edhe një përmbledhje me disa prej rasteve më kryesore, të cilat i kemi përkthyer në gjuhën shqipe dhe që dokumenti tash është i qasshëm edhe për gjyqtarët, po edhe për publikun në tërësi. Në kuptim të aplikimit, tash për bindjen time personale është pak i mitizuar çështja e aplikimit, kur thuhet se është e vështirë, kërkohet një hulumtim ekstremisht i thellë etj. Dorën zam është pak i mitizuar për shkak se ne shohim do thotë krohës shumë problemeve në praktikë që ne shohim edhe gjykime të mira, të cilat analizojnë drejt dispozitat e kodit penal, kodit procedurës penal, ligjeve civile etj. Mirë po ka një farë stepje kur bëhet fjalë për jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Dhe këtu rol luan përpos gjuhës angleze që është shumë e qartë për shkak se përkundër faktit që janë disa përmbledhje edhe në gjuhën shqipe etj. Nuk nëse personi do thotë nuk e lexon gjuhën, nuk e kupton gjuhën angleze, është vështirë me kalu prej rastit në rast dhe me gjetë saktësisht standardin që i përshtatet rastit të cilin ai është duke gjykuar. Tash nuk e di se si janë saktësisht trajnimet në Akademinë e Drejtësisë. Mirë po mendoj unë që çështja e jurisprudencës Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit nuk mësohet duke thonë po e trajtojmë një rast, çfarë ka thonë gjykata në këtë rast. Po e trajtojmë një rast tjetër, çfarë ka thënë gjykata në këtë rast tjetër, për shkak se është e njëjtë sikurse me tentu me mësu ligjet përmensh. Është shumë e rëndësishme që gjyqtarët me pas aftësi hulumtuese dhe me e kuptu qartë procesin se si mbërrin deri tek një standardit caktuar dhe si ka mundësi që ti ndoshta hulumton dhe në fund e shet që për çështjen tonë nuk ka standard që i bie knap atij rasti. Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit në kuptim të hulumtimit i ka disa praktika shumë pozitive, për shembull i publikon udhëzuesit për secilën të drejtë dhe ata udhëzues edhe i përditson vazhdimisht në mënyrë që mos të ketë eventualisht standarde të ndryshuara nga Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit dhe që një lexues mund të bie në lajthim për shkak të mungesës së njohurive. Edhe në kuptimin teknik i ka shumë të lehtë për të manovruar. Për shembull, nëse shkon në udhëzues, përkitazim me një rast specifik, e ke linkun që direkt tek rasti. Kur shkon tek rasti, nëse i përmend standardet e caktuara, e ka linkun që të çojnë edhe tek rastet e tjera ku mbrohet ai standard. Dhe kështu, kjo është e rëndësishme, kjo teknik e hulumtimit e gjetjes së këtyre standardeve është e rëndësishme që tu ligjërohet gjyqtarëve në mënyrë që ata jo thjesht të jetë të njoftuar për standardet të caktuara Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, mirë po që ta keni farë njohurie solide e më pastaj të zhvillojnë aftësitë hulumtuese përmes cilave ata mbërrin deri tek rasti. Është shumë e vërtetë që përmendi Leutrimi, gjyqtari, se kemi qenë koleg, që tash kemi evidentuar ose do të thotë nga totali këtyre gjykimeve që është aplikuar jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, fakt në 33% të tyre aplikimi është vetëm i përgjithshëm, thuhet dhe në bazë të jurisprudencës Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, mirë po nuk citohet asnjë standard, asnjë rast, asnjë paragraf, dhe që nuk është ideja që kjo jurisprudencë me u duk bukur në atë gjykim. A ka pas aksin këtë drejtim? Tash kur do thotë në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me zbatim. Për shkak se është vetëm citim i përgjithshëm. Ka pas gjyqtarë që kanë thonë ta përmendim praktikën, po e përmbush një obligim, po këtë realisht nuk është obligim i përmbush. Absolut jo, nuk është ideja që
kjo fjali do të tjerë mirë duket bukur në një akt gjykim, mirë, po ideja është që çështje praktike zgjidhen me standarde të gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit. Mirë, po një çështje tjetër që të tash që është, në 66% të rasteve që është aplikuar një vendim specifik, i kemi verifikuar lidhur me saktësinë, jo me vlerësimin e gjyqtarit, po vetëm me saktësinë e aplikimit, dhe ka dalë që në ato 66% citimi do thotë ka qenë sakt në secilin rast, që është një lajm pozitiv që gjyqtarët nuk kanë deviju në standarde. Që ka raste shëmpira, domethënë cilat gjyqtar mujnë me indjek. Definitivisht se po. Që ti gashi? Në vazhdimsi të saj që po thëtë Gzimi, në rast se ne vetëm e theksojmë rast konventën, ose një rast specifik, pa e determinu cili është rast, cili është qaj parim, edhe ku është ajo pikë konkrete që po i referohet rastit, atëherë kjo nuk do tjetë një arsyetim i drejt, as për palë që janë procedurë, as për publikun, në moment që ai publikohet, posaçërisht është nëse eventualisht shkon trajtohet nga gjykatat më të larta, si gjykata e apelit, gjykata supreme ose potencialisht gjykata kushtetuese ose edhe vetë gjykata e Strasburgut. Pra, nuk është ideja vetëm të referohemi në aspektin teknik të përmbajtjes. Mirë, po duhet të ketë përmbajtje brenda saj. Duhet marrë parasysh që po ashtu gjyqtarët nuk duhet të shikojnë nëse dëshirojnë të referohen një vendim të gjykatës Evropiane për drejtat e njerëzit, nuk duhet të shikohet vetëm vendimarrjen e atij vendimi, vetëm dispozitivin në fund, ku potencialisht mund të qenë nuk ka shkelje të nenit 6, 3, 5 pavarësisht, sepse ka shumë raste kur gjykata Evropiane për drejtat e njerëzit në vendimin e saj nuk ka gjetë shkelje, mirë por ka vendosur standarde parime në më lart në arsyetim të atij vendimi. Dhe ty si gjykat mundet me të hymë punë ai parimi ndërtuar në atë vendim të gjykatës Evropiane, pavarësisht që nuk ka gjetë shkelje. Një faktor tjetër i rëndësishëm, pra për këtë arsye, kur të referohemi në vendime të gjedhjes, duhet të referohemi përpos rastit konkret, pikës konkrete, sepse ato është me pika pak a shumë rastet e gjykatës kushtetuese son, i kanë të njëjtat standarde të shkruarit, edhe në aspektin e teknik, edhe në aspektin e referimit. Dhe gjykata Evropiane për drejtat e njerëzit, në shumë raste ka standarde unike. Për rastet e ngjashme ndërton një standard, dhe më pas përpos nëse nuk ndryshon parimi, standardi, pas një kohë të gjatë, atëherë ajo është diçka tjetër. Përndryshe, edhe në vetë gjykatën Evropiane për drejtat e njerëzit, ndiqet i njëjti standard dhe edhe në raste tjera gjithmonë referenca është atje, që standardi primar, dhe raste tjera më pas janë sipas atij standardi. Në këtë formë edhe ne si gjyqtar duhet të shkojmë. Nëse kemi në trajtim një rast saktuar pavarësisht atij rasti, ne është e vërtetë që do t'i humbim 2, 3, 5, 10 orë, derisa e gjejmë atë rast, ja përshtatim situatës konkrete, dhe më pas, në çdo rast tjetër potencial, që i përshtatet rastit tonë, që i kemi gjykuar para një jave, një muaji, një viti, ne kemi të gatshëm hulumtimin, do të thotë shfrytëzojmë gjatë gjithë kohës atë vendim dhe nuk është asgjë e keqe sepse ai është standard. Njëjtën formë shkon edhe me vendimet e gjykatës kushtetuese son, e po ashtu me vendimet e gjedhjes.